اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد O Allah, na I pranon salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na fal, na mëshirat gjithë ne që jemi këtu, ja Rabbil Alamin. Mos të ndaj nga mëshira dhe rahmeti jot, ja Rabbil Alamin. O Allah, na udhëzon gjithë shka që e fitojmë kënaqësinë tënde, ja Rabbil Alamin, dhe e largojmë hidhrimin tënd, ja Rabbil Alamin. O Allah, në këtë ditë xhumaje dhe ditë Ramazani, ne vëmë me gjinafe, ja Rabbil Alamin. O Allah, na i fshi. O Allah, na i fshi. O Allah, na i fshi. O Allah, vëmë me halle nga më të ndryshme, o Allah, na i lehtësoj, ja Rabbil Alamin. O Allah, gjithë ato që vënë me borxhe në këtë ditë Ramazani dhe ditë xhumaje, ndihmoj që ti likujdojnë, ja Rabbil Alamin. O Allah, mos i lën varr tek borxhi, ja Rabbil Alamin. O Allah, gjithë ato që vënë beqar apo beqaresha në këtë ditë xhumaje, ditë Ramazani, jepo fat hajrit, ja Rabbil Alamin, për hatër të madhënisë tënde, edhe për hatërin e kësaj dite të xhumas dhe të Ramazanit, ja Rabbil Alamin. Oj, madhe Allah, të që vënë smund, të lutëm shëroj. Të lutëm shëroj, ja Rabbil Alamin. Kthej në gjendjen më të mirë. Oj, madhe Allah, ato që vënë pa punë në këtë ditë Ramazani, jepo punë halal, ja Rabbil Alamin. Punësoj me halal, ja Rabbil Alamin. Oj, madhe Allah, ato që vënë të idhnum, pajtoj, ja Rabbil Alamin. Bashkoj zemrat e tyre, ja Rabbil Alamin. Dhe këtë se kërkojmë kujt tjetër përveç madhënisë tënde. O Allah, na begato, na pasuro me një mënyrë që të jetë hajrit për dynjë dhe për ahiret. Dhe në një mënyrë që të mos jashtrim dorën kërkujt përveç madhënisë tënde, ja Rabbil Alamin. O Allah, të lutem fal mëshira dhe të gjithë dashurit tonë, besimtarë dhe besimtare kudo që janë nëpër botë, veçanërisht ato vëllezërit tonë në Palestinë, mëshiroj, ja Rabbil Alamin. Siguroja kushtet e jetesës, ja Rabbil Alamin. O Allah, të lutem për falje, për mëshirë, edhe për gjithë dashurit tonë, besimtarë apo besimtare, nonat tona, baballarët tonë, vëllezërit tonë dhe gjithë dashurit tonë, që na kanë kaluar për kësaj jete, falje mëshiroj dhe bej për banorët e xhenetit, ja Rabbil Alamin. Për gjithë çka të lutem, ne prano, o i madhi Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të jemi drejt, të jemi dhe pamirësën të njëri tjetrit. Allahu na urdhëron që të falim namazin. Namazin na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo keqje.